Pres që Shqipëria me pas një sukses që se ka pas ndoshta këto vitet e fundit. Menoj që finalja do më thonë është pothuajse e sigurt, por pres që t'jetë në mesin e top 10 këngëve më të mira. Na e dëgjonëm pak Valtonin e dhatë për shkrimin e vetë si një profesionist, ndërsa ne do të mundohemi të flasim më shumë për këngën sa i përket Eurovizionit si kompeticion që e shohim tash e disa vite. Fatmirësisht, Shqipëria këtë vit është të prit jashtëzakonisht të mirë. Unë gjatë këtyre vite sa ndjek Eurovisionin nuk është që e kam pa kaq entuziazëm kaq të madh për këngën e Shqipërisë, ose ndoshta ka vite që se kam pa këtë entuziazëm, sidomos nga fansat që e huaj që e ndjekin dhe pak a shumë e studiojnë Eurovisionin në mënyrë shumë kështu precize. Pres që Shqipëria me pas një sukses që se ka pas ndoshta këto vitet e fundit. Menoj që finalja do më thonë është pothuajse e sigurt, por pres që t'jetë në mesin e top 10 këngëve më të mira. Me gjitha të që po shohim në sondazhe dhe në rrjetet sociale, reagimin e publikut, sidomos evropian, sepse ata do ta votojnë këngën e Shqipërisë. Sondazhet na qesin gjithmonë mirë, po rezultatet nga njëherë. Jo gjithmonë, sepse ne i kemi përcjell. Prishmëritë edhe Rona Nishliu kur kanë qenë shumë të larta, është pëlqyer shumë mirë, po. Po jo në sondazhe. Rona Nishliu është pëlqyer në momentin që ka dalë. M'fal, Rona Nishliu, ndjes, gabimi im. Ronela Hayati. Aja po, aja mund. Ronela Hayati ishte. Po jo në këtë nivel sa është këtë vetë Shkodra Elektronike. Ronela Hayati është pëlqyer, po Eurovisioni shpeshherë na befason në ato raste si rasti Ronelës, për shembull kur nuk shkoi në finale. Të shkoj as në finale. Po besoj që kishte mangësi, performanca e saj nuk ishte edhe aq e dajnë, edhe pse kënga pëlqej, po pastaj me performancën duket se gaboi diçka dhe publiku dhe juria nuk e votuan atë shumë sa për të arritur finalen. Si në tekst, si në melodi, ka pak, si ta them, shumë traditë shqiptare. Pastaj njerëzit e kanë vendosur traditën shqiptare përpara një këngë moderne siç është Elvana, dhe kjo u zgjedh pastaj me votat e publikut. Pra është shumë e çuditshme se Shkodra Elektronike deri në atë kohë nuk ishte shumë e njohur deri në festival të këngës. Pra fitoi një emër i panjohur ku ishte përballë Elvana Xhatës, pra siç e the ti, që ka jashtëzakonisht fansa shumë të mëdhej, por publiku shqiptar duket se zgjedhej që të çonte diçka shqiptare në Eurovision, dhe siç e kemi pa, kënga është shumë autentike, është një përzierje e zhanrit mes folkut edhe muzikës techno, po ashtu edhe këngëtarja ka zgjedhur që bashkë me këngëtarin edhe në skenën e Eurovizionit të paraqiten me veshje shumë domethënëse për Shqipërinë. Po, të dy duken shumë unik. Po, në paraqitje. Edhe gjithçka do të thonë duket shumë një paketë kështu shumë unike, si nga teksti, si nga kënga, si nga melodia, po ashtu edhe nga paraqitja. Shumë shpesh e parë në Eurovision.